Pyetjet e një ateisti dhe përgjigjet e Imam Ebu Hanifes. Një njeri erdhi tek Imam Ebu Hanife, Allahu e mëshiroft, dhe i tha: "O ti Imam, a i ke parë Zotin tënd?" Imami u përgjigj: "Jo." Njeriu i tha: "A i ke dëgjuar Zotin tënd?" Imami u përgjigj: "Jo." "A i ke prekur Zotin tënd?" e pyeti njeriu. "Jo," u përgjigj Imami. "A e ke perceptuar Zotin tënd?" "Jo," i tha përsëri. Njeriu i tha: "Po atëherë si beson Zotit tënd kur nuk e ke parë, nuk e ke dëgjuar e as që e ke prekur e perceptuar?" Imam Ebu Hanife, Allahu e mëshiroft, e pyeti: "Po ti, a e ke parë mendjen tënde?" Njeriu ju përgjigj: "Jo." "Po a e ke dëgjuar mendjen tënde?" "Jo," tha ai. "A e ke prekur mendjen tënde?" "Jo." "A e ke perceptuar mendjen tënde?" "Jo." Atëherë Imami i tha: "Po ti, a ke mend apo je budalla?" Njeriu ju përgjigj: "Jo, jam me mend." "E ku është mendja jote?" e pyeti Imami. "Mendja është prezent dhe ekziston," ju përgjigj njeriu. Imam Ebu Hanife, Allahu e mëshiroft, i tha: "E pra, edhe Allahu është prezent dhe ekziston." Urtësia e profesorit. Si ta jetosh jetën tënde? Në shtëpinë e profesorit të vjetër u takuan studentët që kishin pas diplomuar shumë vite më parë dhe i kishin pas braktisur karriget e universitetit. U takuan pas shumë viteve dhe ndërkohë ata kishin pas arritur suksese në jetën e tyre profesionale dhe kishin marrë pozita të larta në shoqëri dhe ishin bërë pasanik. Pas fjalëve përshëndetëse dhe muhabeteve rreth përditshmërisë së tyre, filluan të i paraqesin edhe presionet që i fitojnë nga puna, të i paraqesin brengat dhe ajo që ju shkakton probleme. Profesori, për një qast u larguan nga ta, e pastaj u kthye duke bartur me vete një ibrik të madh kafeje dhe filxhan në forma me ngjyra të ndryshme. Filxhan të shtrenjtë kinez, filxhan nga xhami i thjesht, filxhan nga plastika, filxhan nga kristali, e disa nga to ishin me dizajne dhe me ngjyra të mrekullueshme dhe normalisht të shtrenjta në çmim. Dhe po ashtu kishte edhe aso lloje që i gjen edhe në për shtëpitë më të varfra. Profesori u tha nxënësve të vet: "Urdhroni, secili le të marrë kafe për veti." Kur çdo njëri nga ta e mori filxhanin e vet, profesori foli përsëri: "A e vërejtët se në duart tuaja i keni vetëm filxhanet e bukura dhe i braktisët ato të thjeshtat? E natyrshme është që çdo njeri të shkoj pas asaj që është më e bukur, dhe kjo është ajo që u jep brenga dhe probleme, që nuk keni nevojë për to. Në të vërtetë ju e doni kafen, e jo filxhanin. Mirë po ju ngutët të i merrni filxhanet më të bukura dhe të shtrenjta, e pastaj e vërejta se secili prej jush e shikon të se çfarë do të marrë tjetri në dorën e tij. Të supozojmë se jeta është kafeja. Atëherë puna, pasuria dhe pozita shoqërore janë filxhanet. Pra, ato janë thjesht mjete që përfshin jetën, kurse cilësia e jetës mbetet e njëjtë. Nuk ndryshon dhe ne, nëse koncentrohemi vetëm në filxhanin, do ta humbim mundësinë të shijojmë kënaqësinë e kafes. Prandaj ju këshilloj që të mos përkujdeseni për gotat e filxhanët dhe në vend të saj ju këshilloj që të kënaqeni me kafen. Në realitet, kjo është sëmundja nga e cila ankohen shumica. Ekziston një lloj njerëzve që nuk e falenderojnë Allahun për atë që e posedojnë, sado që arrijnë nga suksesi, sepse ata gjithmonë e shikojnë se çfarë posedojnë të tjerët. Martohet me grua që ka moral, mirë po i mbetet bindja se tjetri ka gruan më të mirë se të veten. E shikon shtëpinë ku banon dhe fillon të flet në vete se tjetri shtëpinë ka shumë më të mirë se të veten. Në vend se të kënaqet me jetën, me familjen e vet dhe me të afërmit e vet, ai mendon për të tjerët dhe thot: "Ku ti kisha ato që i ka ai?" I dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, thot: "Kur zgjohet i sigurt në veten e tij, i shëndosh në trupin e tij dhe me ushqim ditor të tij, është një lloj sikurse të jetë dhënë e gjithë bota."